ishin djes pas, është një për njerëzve që kom dasht mësë shumë t'i një, edhe që s'kisha dasht me folë shumë për ta. Se emocionona, edhe nuk kam qef shikusë dhe dëgjusë me më po shtu të thymë, po për mu është humbje madhe. E kom pas alat, e kom pas mik, e kom pas edhe si loj, nëse guxoj me thonë si këshill tonë. Unë ka ndru jetë baba para disa muajsh. është prindi, e dënë. Mirë po, të mungon, edhe mungon sidomos në orë të vona, kur të ki ko edhe je të i mendu. Mirë po, profa qef mungon shumë, sepse kom pas kontakt, takime me të në baza ditore, plus që ka qenë njeri më i dashur i jetës. Shumë mungon, shka dash me t'i kalu. Veç edhe diçka shumë shkurt, e ceke që e ki pas si këshilltar, cila është këshilla e ti që të ndjek ty? Qatë shumë kam folë me ta. A i ka pas rase kur kam pas biseda, ose intervisa, s'po e thëmë se fatmirësisht në frekuencë ka dhe njerës cilë t'i vlerësoj shumë, cilë në kanë telefonu me video, e qenë personalitete, disa sot nuk jetojnë, po ka pas rast, kur kom ndërmarë ndo një iniciativë me ndimu dikën për një diçka të caktume dhe masi u krysi mision, kena dalë, kena pi kafe dhe më ka thonë që Robert, nuk kom dash më të përzin punë tone, sepse a i ka qenë tip i tilë që nuk është përzi. Kalon ti me vendos vetë. Mirë po thot, në momentin kur ke marrë një iniciativë me ndimu një person caktume, kam ditë që a i pelun pak viktimin edhe ti pe hanë karremin e ti, forin e ti, merë mësim për herë tjera. Mirë po ka qenë edhe për jetën, edhe për çdo gjë, po jo direkt, indirekt. Që ti edhe me kuptu edhe me marë mësim për ti edhe mos me u lëndu. Se ka edhe njerëz, sidomos në media, që mendojnë që para tyne gazetaria s'ka egzistu edhe mas tyne s'do të me egzistu në atë tjerë, do të me